Vijon betejë për kreun e Këshillit të Qarkut të Fierit, përfaqësuesi i Partisë Socialiste Evangel Ndreka, në një konferencë përshtyp ka deklaruar se gjykata e apelit në Vlorë ka konfirmuar atë si kreun e ri të Qarkut të Fierit. Ai thotë se gjykata ka rrëzuar ndryshimet e bëra në Këshillin Bashkiak në Fier dhe komunën Zgrabian për përfaqësuesit e tyre në këtë këshill. Tashmë shkon në 9 numri këshilltarëve të cilët janë njohur me vendime gjyqësore të formës pre, duke legitimuar përfundimisht organet e zgjedhura me mbledhjen e datës 21 shtator 2011. Ashtu, si mbledhja e paligjshme e datës 16 nëntor 2011, edhe ajo e 24 prillit e zhvilluar në Hotel Fieri, është e tillë. Vendimi i djeshëm i gjykatës së apelit, që ka rrëzuar të gjitha ndryshimet e këshilltarëve të bëra nëpër komuna dhe bashki, e vendosi përfundimisht sepse ka qenë i paligjshëm dhe sot që po flasim, qëndron në fuqi të gjitha organet e zgjedhura në datën 21 shtator 2011. Kjo do të thotë se unë kam qenë dhe jam kryetari i ligjshëm i këtij qarku. Ai ka kërkuar administratës së Këshillit të Qarkut që përfaqësuesi i PD-s Artur Shehu të ushtrojë detyrat në përputhje me ligjin dhe të mos zbatojë vendimet e marra në mbledhjen e paligjshme të organizuar nga vetë ai me datë 24 prill të këtij viti.